të nderuar deputet, në Kosovë nuk ka krizë ekonomike. Rritja ekonomike në qerekun e dytë si vjet ka qenë 4,58% të bruto produktit vendor. Në këto 4 vite sa isha kryeministër, e tash edhe sa jam kryeministër në detyrë, asnjëherë rritja ekonomike nuk ka qenë në 4%. Rritja mesatare ekonomike është 6%. Prandaj edhe nuk ka protesta të qytetarëve, por ka vetëm ankesa të opozitorëve. Në Kosovë nuk ka krizë ekonomike, po rrezikojmë të kemi krizë sociale, nga kriza buxhetore, financiare, për shkak të keqpërdorimeve të procedurave. Le të mos keqpërdorim procedura. Le të jemi në nivel të përgjegjësisë që kemi si përfaqësues të popullit, por edhe si zyrtar të shtetit.